Mirë, në cilat projekte po punon për momentin akademia, apo ku është të fokusuar më shumë, edhe para shumë gjeni mbështetje të kënaqshme për këto projekte apo në përgjithësi për planet të realizuara deri më tash? Ne momentalisht punojmë e kemi mbaruar, por se kemi mbaruar projektin për analizën kritike të librave shkollore dhe programeve shkollore dhe kemi ardhur në një të disa rezultate jashtëzakonisht dëshpëruese. Do të thotë, ne mundohemi vazhdimisht reforma, fjala reforma është fjalë më e përdorur në parlament, në gazeta, andaj te ministrat, te deputetët, te shoqëria civile, mirë po ne sikur që ndryshojmë, duam të ndryshojmë, ama me kushte të mbetemi të njëjtët përsëri. Pra, tu është punë e privilegjive që ka njerëzit që po që se ndryshojnë atëherë do të vijë dikush tjetër. Apo një farforme do të cënohet interesi i tyre. Andaj, ne me këtë projekt, tash që kemi në shtyp, kryeministrit i është dërguar, Ministrisë së Arsimit, pastaj Enti Pedagogjik Republikan do të shpërndajmë për shkollat, do të shpërndajmë te gazetarët, do të nxisim opinionin publik që të jetë më kritik ndaj programeve mësimore,